Vaj ulliri esëll, pijeni 2 herë në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Vaj ullirit është pa diskutim mbreti i truezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole sterile, acide yndyrore si acidi lineolik, palmitik, oleik dhe yndyra esenciale, për një shëndet të mirë duke qenë nëse është lehtësisht i tretshëm. Vajin e ullirit mund ta konsumoni në gatime si sallatat. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjellra, por edhe mund ta pini ashtu siç është me stomak të zbrazët. Dëgjoni me vëmendje përfitimet kryesore nëse do të pini vaj ulliri esëll. Nëse vuani nga fryrjet e stomakut pas ngrënies ose keni gjithashtu probleme me konstipacionin, duhet të provoni trukun e mëposhtëm. Të pini një lugë gjedhe vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit janë të shumta dhe gjithashtu vitaminat e tij mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionet e sistemit imunitar. Vaji i ullirit ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurse si në rutinën tuaj të kujdesit të përditshëm të bukurisë, sidomos nëse ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ose i kombinuar me të kuqen e vezës, pure karrote ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të ndjejë ndryshimet e para. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës që do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i vajit të ullirit. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjitha elementet ushqimor si yndyrnat, proteinat, karbohidratet, vitaminat, kripra minerale e të tjera. Prodhon substanca për të përthithur vitaminën K, ndihmon në përthithjen e vitaminës A, beta-karoten, prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionon si detoksifikues për të trajtuar lëndët toksike që janë marrë nga ushqimi ose janë prodhuar në aparatin tretës. Por si çdo organ tjetër edhe mëlçia ka nevojë të detoksifikohet. Përzieni një lugë gjedhe vaj ulliri në një lugë gjedhe lëng limoni dhe e pini esëll atë çdo mëngjes. Vaji i ullirit kursesi nuk duhet të mungojë në regjimin ushqimor të personave që vuajnë nga diabeti, madje sipas mjekëve, ai duhet të konsumohet edhe në përbërje të ushqimeve tuaja, pasi ndihmon në uljen e niveleve të ndjeshme dhe balancon nivelin e glukozës në gjak. Rënja e gjoksit është tejet e natyrshme, kur gjoksi mbetet fleksibël dhe humbet elasticitetin, duke thënë se vaji i ullirit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në dietën tuaj. Që ta mbani gjoksin në formë, duhet të tregoni kujdes veçanërisht për të. Për këtë arsye, masazhimi tim me vaj ullir pas dushi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë relaksuese për gjendjen tuaj dhe të arrini të keni rezultatet e duhura. Sipas Brightside, vaji i ullirit është një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është një nga përbërësit themelor të shumë produkteve kozmetike, redukton skuqjen e entjen dhe mund të ngadalësojë shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben gjithashtu si një dezinfektues natyral. Vaji i ullirit do ju ndihmojë ndjeshëm edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vajin e ullirit, ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi një lugë gjedhe vaj ulliri në ditë i ndihmoi ata persona në humbjen e kilogramëve të tepërt, duke cilësuar kështu vajin e ullirit një përzgjedhje shumë e mirë e dietës suaj. Vaji i ullirit është një përbërje fantastike edhe për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë gjithashtu grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë sesa ata që mbajnë një dietë me pak yndyra. Vaji i ullirit është një përbërje thelbësore edhe për shëndetin tuaj të kockave dhe jo vetëm. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tona ditore dhe parandalimin e komplikacioneve.
Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë gjithashtu dhimbjet e kyçeve dhe gjithashtu përmirësojnë organizmin tuaj, sidomos ato të shkaktuara nga problemet e artritit dhe inflamacionet e tyre. Ekspertët thonë se vaji i ullirit është një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemeve inflamatore. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të pasura me yndyrna omega-3 do të zvogëlojë gjithashtu ndjeshëm inflamacione në trup. Kjo mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e pllakave të ndryshme të cilat ndikojnë në krijimin e komplikacioneve të shëndetit dhe shkaktojnë inflamacione në lëkurë. Vaji i ullirit do të përmirësojë gjithashtu ndjeshëm edhe shëndetin e zorrëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë edhe probleme me ulçrat. Vaji i ullirit është provuar të jetë një nga përzgjedhjet më të mira në luftën kundër bakterieve dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 80 ml vaj ulliri në ditë mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë e gatimeve tuaja. Ndaj përdorimet e tyre mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë gjithashtu një mburojë shumë e mirë edhe në luftën kundër problemeve të sheqerit në gjak. Ndaj, përdorimi me kujdes i vajit të ullirit dhe brenda standardeve të duhura mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në dietën tuaj. Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme në dietën mesdhetare. Ai gjithashtu përmban fenole sterile dhe gjithashtu përmban element të mirë ushqyes në luftën kundër komplikacioneve. Gjithashtu, në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, sigurohuni të përdorni vajin e ullirit në dietën tuaj. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij mbrojnë dhe përmirësojnë shëndetin tuaj të imunitetit, duke mbajtur larg edhe komplikacione dhe duke parandaluar shqetësimet, duke rritur kështu funksionet imunitare. Vaji i ullirit ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurse si në regjimin tuaj ushqimor të bukurisë, sidomos nëse ndjeni lëkurë të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ulliri dhe i kombinuar me të kuqen e vezës, pure karrote ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të ndjejë ndryshimet e para. Përdorimet të tilla të vajit të ullirit do të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për rastin tuaj. Mëlçia gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm me përdorimin e vajit të ullirit. Ndaj përdorimi i tij me kujdes dhe brenda normës lejuar do t'i japë rezultate fantastike për shëndetin e saj dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Ekspertët shtojnë se pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe me elementë të tjerë ushqyes të ngjashëm mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira në organizmin tuaj. Vaji i ullirit çdo mëngjes zgjon shëndetin e organizmit, i dhuron energji të trupit, forcon imunitetin dhe siguron mirëqenien. Është padyshim një nga dhuratat mrekullueshme të natyrës dhe kjo është receta me vaj ulliri. E pasur me vlera të larta kurative, vaji i ullirit mbetet mbreti i shëndetit të mirë dhe kuzhinës së shijshme. Ai është një shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës. Por krahas kësaj, vlera që çliron vaji i ullirit në çdo gatim janë mirëbërëse për organizmin. Sipas studimeve të siguruara nga Healthline, një lugje dhe vaj ulliri në dietën tuaj mund të ofrojë përfitime mjaft të mira për shëndetin dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj pasurimi i dietës suaj me këtë vaj do të japë rezultate të mira në betejën kundër shqetësimeve. Studimet kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vaj ulliri, do të vuani më pak nga problemet kardiovaskulare dhe inflamacionet e tyre. Sigurohuni ta përdorni vajin e ullirit në të mirë të shëndetit tuaj dhe gjithashtu të parandaloni komplikacionet e tij. Vaji i ullirit është një nga produktet më fantastike në shëndetin tuaj. Një nga përbërësit të vajit të ullirit, siç është për shembull oleo kantal, është një zgjedhje fenolike që nxjerr gjithashtu jashtë proteinat abnormale të Alzheimerit nga truri, duke sjellë kështu rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që vajin e ullirit ta keni pjesë prezente të dietave tuaja
dhe përgatituni të merrni një sër përfitimesh të rëndësishme në dobi të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vaj i ullirit i përdorur me kujdes do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në dobi të shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.